Kostoja e pushimit në Velipoj është rritur nga viti në vit, ndërsa sipas turistëve është mjaft e lartë. Pushuesit nga Kosova, ata që më së shumti zgjedhin plazhet e veriut të vendit gjatë sezonit turistik, e shohin me shqetësim rritjen e çmimeve për akomodimin apo produktet bazë. Po, janë edhe komedit po në krahasim me çmimet, në krahasim me gjitha që i kemi, për xhepin e kosovarit, jo dhe të lira, pagat që i kemi në Kosovë, jo dhe të lira. Shumë mirë. Unë jemi knasë. Normale, nuk janë komedi shka, vëndrat janë shtrejt. Vëndrat janë shtrejt avëmërë se hotelet për shemull. Mirë, nuk është baqë lirë, a mua është shtrejt, nuk është mirë, mes dikon. Shpimet përvashë si vitën e kalumë. Ndërkohë sa i përket menaxhimit dhe cilësisë së plazhit, pushuesit shprehen të kënaqur. Velipoja po na duket shumë bukur, atmosfera shumë e bukur. Koha shumë e mirë, njerëzit janë të mirë po na presin, i boj apel çdo kombi shqiptar që ekziston në diasporë edhe kësajde në Evropë, në vend, me armi vizitu vendin, vllazërit tonë. Qyteti më i bukur për mua, vendi i mirë, mikpritja mirë, rana mirë, deti mirë, gjitha mirë. Vit pas viti, Velipoja është kthyer në një nga plazhet më të preferuara në vend. Noti dhe zhytja në ujë janë ndër sportet ujore kryesore, ndërkohë shëtitjet me vark apo me biçikleta janë disa nga mundësitë e shumta turistike të Velipojës, në plazhin me gjatësi rreth 14 kilometra. Shëtitjet në natyrë janë pjesë e arktimit të paradites ose pasdites, ndërsa darkat i lënë vendin muzikës në klubet e natës.